pyetje sipërfaqësore që e bën një aktor, nuk i dhe. TikTokera, një 80% të nas s'kan kontente, s'kan kur do, apo kupton. Jo, meshkujt kosovar, shqiptar janë të mirë, edhe një portal para një 3 vjetë që thonë e pa qit një video, një foto që unë kom ndruje. A i ki 50 eurës. Për mi 150 euro. Pozita jote e preferuar në shtrap? Nale ka mirë, nale, qaj. Ngëni, spati e ka po me dome, me mdomu. Erza, fillimisht falenderoj që na mi pritje në qytetin tonë Ngelan këtu. Me çka ju do u marrë kryesisht në këtë kohë? Me gjithçka. Jo, për momentin jena edhe në muajin e Ramazanit, thjesht ja u kom kushtu pak vëmendje. Ose thjesht jena të nejtë me një rreth në kosh familjar, me familje, ta prit një bajramin bashkë, tani besoj se kena prit. Për shikues që nuk e din, ti edhe aktore e shumë filma këtu në Kosovë, po njëjtën kohë dhe tiktokere mjaft e famshme në rrjetet sociale. Që shkoj gjenat balancën mes këtyre dy ose cilës po i kushton pak më shumë prioritet? Me thonë drejtë normal që pjesën profesionale ma shumë i kushtojna rëndësi se një TikTok, një rrjetë social, po e ka një përputhshmëri këto shpat me njëra tjetrën. Thjesht TikTokun e përdori domethënë për pjesë fani, me kallëzu pak a shumë që bëj jetën teme, me qa mirna, qa që m'jep edhe prioritet tani këtë dega jam që e bën, dega aktrimit. Unë e shoh që shpesh herë ti ki kritika rreth aktrimit dhe rreth aktorëve, mënyrës që bën përzgjedhja atyne, apo më tregon çka specifikisht janë kritikat e tua rreth aktrimit, ku qëndron halli yt me ata aktorë ose me ata filma? Kritika mi dhon vetës është e mirë. Derisa nuk vjen në ofendim, me ofendu të vetën, është mirë faktën do kritika po, sa i përket filmit edhe teatrit, që na e kena një farë ndamje, në anën televizive nuk është që kish pas ndonjë kritik, sa i përket erdhës e kam fjallën, se thjesht e du atë pjesë, po sa i përket teatrit, unë e kam cek edhe ma herët që e du teatrin, më flen teatri, po ka shumë gjanat që nashta unë nuk përputha, po thjesht nuk du me e bo. Pa, mendon që për shembull në Kosovë ka aktor, po them kushtimisht hyn me të njohshëm për me lu, edhe pse nuk e meritojnë qatë sen, ose ka aktor që në synin tonë, mbase je edhe profesioniste në këtë fushë, edhe kry shkollë për këtë sen, a mendon që ka asi që nuk e meritojnë ose veç kanë hyn me të njohshëm edhe nuk e bojnë mirë, nuk e përfaqësojnë qatë punë mirë? Ka shumë, dhe me thonë ma shumë ki aktori jo profesional, se sa njerës të rëndëm të me thonë drejtën. Po të na në Kosovë është kjo pjesa që pavarësisht të qysh bësh viral me një rrjet social, ose pavarësisht faktikisht se so antireklam të i bën vetës tone, thjesht do followersa ma shumë, do gjana ma shumë, të marrin edhe pa pik talentit, dhe me thonë shtime i serial film, jo që ti din me bo diçka, po thjesht që ati produksioni fatkeqësisht i vyn ata ndjeksat e ty mrapa mirë ose të keq. Që kjo punë nga ka ra pak a shumë që me uftofën, në uftofën kur me aktrim, po tu i po njerëz e ko fillu me mendu? Me mendu faktikisht që okej, unë jam e kom kry fakultetin, jam për qitë punë, po ka njerëz që unë rrinë ashta në shpe për një projekt, dikush tjetër thjesht që nuk ka lidhje me atë pjesë, me thonë drejtën se cili me qitë pagamirës diçka del. Adin pa dal, nuk është... Besoj që ka dhe shumë tiktokera që bojnë budalakia, veç për me vezë diçka, kështu që kjo është tu bo dhe në produksionet ndryshme në për filma, seriala, për që ata nuk e di, a e ke vrejt të shumicën e rasteve kena filma kohën e 80-ta, du me thonë asnjë film ose serial nuk e kena tim sociale. Se nuk i as aktor profitabil për këtë pjesë. Se du me thonë është sikur me gjeti shpatën e në rrugë edhe po të marrë ajde luj, falë sa followersa i ki, në kam 200.000, okej, ti banë. Po jo, asër kjo nuk ka as fakultet, du me thonë as nuk është kana praktike, as profesionale, nuk ka lidhje kur gjama aktrim. Që me ullë tavolinë dhe me folë, me thonë, me bo dy pyetje. Du me thonë, janë dy pyetje sipërfaqësore që e boj një aktor, nuk t'i de. Që kjo është kogja e dhimshme në Kosovë dhe kogja, unë jam ftohtë për veti si aktore, me thonë drejtë. A është kjo një ndër arsyet që e përmendje ftohja ndaj aktrimit që nuk jetë marrë pjesë në për filma ndryshme në për seriale?
nga mu besoj ta cika dhe marrët nuk është që ma ftojnë si paktën. Po është një arsye shtetë që t'jep demotivon. Është një arsye shtetë që ta plotëson atëfar mozaikun tem, po. Pra ke vendosur që mos me marr pjesë apo nëse të ftojnë? Jo. Mos me marr pjesë nashta në teatr. E kam një përqindje ajon, seriala në film, apo është puna, fakulteti që e kom kryo, puna që e bëj, edhe unë shkoj me qef, e bëj me qef, e kom cekës disa herë, edhe thjesht me u marrë pak ma serios, me i kompani ma serioze pse jo. Por a mendon që paguhet mjaftueshëm kjo pjesë në Kosovë përgjithësi? Jo, fatkeqësisht jo. Se ka njerëz që dojnë me lujt me i serial, me i film, thjesht në gjendje ata me pagu për me marrë pjesë atë. Sa i përket një aktor, po foli në përgjithësi, jo, nuk është, thjesht nuk ka pare. Nuk ka pare. Sa në Kosovë jo. Vane tjera. Cili është një aktor ose vendores ndërkombëtar që t'inspiron më shumë që ka shumë. Unë për vete karakteristikat e Adriana Matoshit janë thjesht është ajo mu frymëzimi jam. Besoj që është ndër aktorët më të mira që i kena na vendore. Përveç aktrimit ti je shumë virale dhe në rrjetet sociale, posaçërisht në TikTok. I kom përzgjedhur disa pyetje për ty rreth TikTokut. Kështu që pyetja por është a ke bën ndonjëherë klikime ose një content edhe pse nuk ka qenë shumë autentike ose nuk është që ka qenë origjinale jotja, po veç që ke bërë sot edhe për klikime. Këtë e bëj shumica tiktokera. Tash në me dalë me thonë unë nuk e bëj se unë jam person. Jo, e kum bo. E kum bo që ka ashta pjesë që asun vetë nuk i kam pëlqyer se çka kam postu, por të paktën që e pata atë pjesën që shumica e Kosovës është audienca. Edhe po e kum bo. Cili është një tiktoker që nuk e duron dot, por e ndjek nga kurioziteti? Ka shumë. Nuk e ti e pas ke njëtë me mprishme. Jo, mund është mos me përmenan, apo... është 80% brejon. Të intereson për shembull atë që çka bën ai, çka krijon content, po kështu normal tu. Jo, tiktokerat një 80% të na s'kan kontente, s'kan kur gjë, apo kupton. Veç e bojnë që të përgjatësisht? Po, e bojnë hype, po bojnë e diçka. Sa i përket një domethënie me një video, të na nuk ka kur gjë, absolutisht. Janë troll. Ama një 80% nuk bojnë. Kini audiencë mjaft madhe në TikTok tonë personal, a ka në sen që foncat kanë kërku nga ti, diçka më shumë në këtë rast, në i favor në këtë rast seksuale, se ku ta ditë kanë shku në privat, ose kanë ngacmu, a ka? Fonca, fjolla fonca është shumë e madhe. Ndjeksa, po. Ka, nga një kujetojnë ana ka shumë, jo vetëm prej ndjeksa që i ki, po edhe personave që na shtat pakën ta kanë, jo i nati, po thjesht nuk durojnë ty si person, ka shumë. Se na, do me thonë, çdo i dyti është. Ata të pengojnë qëtu a i men nga të zamës të komentet, edhe në përgjithësi qëfar komentet bojnë me shkoj kosovar, ose qështë komentojnë, ose këta di? Jo, nuk i marrë over zamrës, e mi marrë moti. Nuk isha knena, të marrë parasysh se që kom, do me thosh që kom përjetu mrena të shune vite, po jo, me shkoj kosovar, shqiptar janë të mirë, edhe ma të vetën e shprehin pëlqimin të i famën, unë nuk i akuzoj se e shprehin qatë sa din. Edhe thjesht nuk ja kufizoj dijen ose pëlqimin, qatë mirë që ata e din, qatë mirë e shprejë. Por a ka raste ku e ke po veten që dytresht, të i flirtu me nëj gifter tondin, ose ku ta di me nëj ndjekës tondin DM, ose diçka tillë? Jo, tamam puna, jo. Ka pëlqyer, është drejt legjitime? Po, është mese normale është kjo pjesë, po për fat mirë ose të keq, jo, nuk nështë është e pjesa që thjesht nuk kam dash me afru, ose e pjesa atyneve që nuk kanë dash me u afru kësaj pjesës, kanë thonë, jo, nështë është keq me shkru, ose une është keq me akty, edhe thjesht nuk. A ke përdor ndonjëherë TikTokun për me ju hakmer dikujt, në këtë rast? Më TikTokun tam, jo. I kena do akonta fake, besoj që kreti kena, lutna. Edhe, po. Që e përcjellin njëri tjetrin, më thanena. Po. Nëse do të mund ta fshije një video që e ke bërë, cila do të ishte ajo? Që thu që kjo e kum bon, po më shkon tash nerva,
po e kisha fshin, po i ki për shembull po zona ofër 1 milion shikime ose në atë rast nuk mundesh me fshin. A kina ajo që Ka shumë, ose ka që ke shumë. ofër shman këtë rast. Faktikisht ky është akonti i dytë që e kam i TikTokut. Okej. Në akontin e vjetër ka shumë video që i kom pas 40 kg shpat, edhe thjesht kur e shoh, thom definitivisht duhet me i fshi. Ka shumë video. Por ako në i tiktoker ose tiktokere që në këtë rast është super i famshëm këtu në Kosovë, por në synin tonë mendon që nuk e ka talentin për TikTok, po veç kam rrinë që ato në ndonjë vojë që është shumë e bukur. Jo, nuk është puna as të bukuria, me thonë drejtën. Po për shembull te Voice ai po mbi 500.000 followers në këtë rast, po mendon që s'e ka haberin për me bë kontentin. Po. Unë kallzova edhe pak më herët që kontentet e na nuk bojmë. Na nuk di me bë kontente. Po është një çik që mendoj që çfarë nuk është fama, ajo është antireklame vetës. Po e ka jo duhen, atë thjesht një person që nuk din. Jo, falja mo. E ka njetë me më prish, po s'prish. Okej. Cila është gënjeshtra më e madhe që e ke bën në TikTok? Diçka që je dosh mua arsyetu para publikut. Jo, unë nuk arsyetona para kërkujt. Arsyetim po them thuaj za, po adem që të ka dosh. Para një audiencës që unë nuk i njeh, nuk arsyetona, është fakt. Po gënjeshtra. Nuk e di. Ose gjysmë më vërtet, po thonë, atë që nuk po thonë gënjeshtra plotësisht. Sej. Okej. Është një që nuk e di, një portal para një 3 vjetë që ndoshta e pa qit një video, një foto që unë kom ndru jetë. Edhe unë hina ma atë pjesën fanja, po kupton që unë isha aty, më shifshin që jam aty, tha erë, a ke deka, thash po, atë, kush e ka pësu, thash une, atë, ishka e pjesa që me hek qafe njerës, a mo thjesht nuk e di atë kush e ka bo, atë kush e ka postu, thjesht ngon do persona që te ke mram ta nuk ta dojt mirët. Nëse kishin me tu ofru 10.000 euro, edhe në këtë rast të ishdosht me utol me një shok ose shoqet tondin të mbush që e ki për zamër, të ish propozu që me utol me tonë mi abo një video tolë në rrjetet sociale. 10.000 euro? 10.000 euro. A ki 50 euro? Për 50 euro rezulta bëj. E kishe tollë dhe më edhe nëse i shprish është një... Po bëja i gore. Po bëja i gore, më falë. Bëja i gore, po jo, ta më puna. Okej. Jo, më falë, amo, nuk, jo. A të ka ndodhë deri tani sot je për këto kaq vite në rrjetet sociale, në TikTok këtë rast, në situatë sikletshme para publikut? Po. Çka për shembull në sen që mundesh? Më ka ndodhë... Ose ku je kon live, ose ku je kon kafe, ose diku këtu e rrugës? Më ka ndodhë, thjesht u kanë ajo pjesa ku jeni njëri rëndëmt edhe thjesht ulesh me një ditë me i tavolime të kafe, ose me hangër bokë edhe veç me pa që dikush ato të shumë. Seriozisht, edhe jo veç një apo shumë njerëz, edhe thjesht ti nuk je mësu ma atë pjesë dhe thonë, okej, a jam keq, a jam pudalluna, edhe ju nisi kletë nështë kom përësit bokë, kom përësit hangër edhe veç jam që jam lajë. Qy me vetën, a jam më në... Po, absolutisht, jo që me thonë, wow, po më këshyrë dikush, unë jam dikush, absolutisht, jam kërkushit e kem ramta. Po, thjesht jem nisi kletë me dhe persona që nështë e ki 100 metra, e ki 50 metra largë dikon edhe shupin edhe keshin, edhe në atë mënyrën që ti nuk nisho sigur, ti nuk e ditë faktën se që janë të bisedu edhe që kjo pjesë më ka shtit goda në siklet, me tonë drejte. Edhe ka vjetë që e kom pasë qitë problem. Por a ka ndodhë për të këto vite me të shku në VIP i famshëm në rrjetet sociale? Po. Po, shumë, jo shumë tash, ma di më zbona une wow. A mundesh me na tregu çka të ka kërku këtë radhë? E kom pas postu shpat një video, një sa story aty në altë edhe thjesht ma ba nisë një që ka dollë pak kështu hada kështu në të kallëzu ato amo më shkruj ti ma ba një replay edhe tha shumë zamër edhe ma ka shku poshtë snapin. Amo thjesht snapin. Edhe thjesht e kish pas fake apo këta një i veti kështu. Edhe e kam këty replay, edhe thjesht ta qa bona i mirë, unë e dësha me më shkruaj person, jo që dësha pjesë personale, po thjesht u ka një idol jemi ma herët, thjesht nuk kam dash me pas asnjë lloj aprimiteti me to. Edhe po, është B. Edhe në Po që mundet më konë kë. Aja kom fut blog, më falë që ta kom fut blog ama. Para se me kalu pak edhe tek jeta jote
personale, se... Po, që u bë publike, nuk po konsiderohet më personale. Se tonëve na hanë ka pak... Mi këshirë punë dhe uja. Po. Edhe një pyetje të fundit, sa parafërsisht erëza ka fituar deri më tani në TikTok? Po du. Sa i vjen kjo sot? Kjo Parafërsisht. sa du shqipjan për mi 150.000 euro. 150.000. Pare haram, pare unë, nëse është edhe një farë njerëz, atë me të kaldu drejta, atë Po, se do të... Vallaj, më mirë me të farë njeri, me të farë individi, atë është një ngarkesë psiqike me thonë drejtën. Edhe... Apo lodhesh kështu konstant masanina, edhe është një farë lodhje. është. Kajherë, edhe me dalë me punu setor punë edhe me pas një lodhje fizike është mos e normale, se çdo kush e bën ama me pas lodhje psiqike për personave që thjesht nuk janë as prezant në jetën tonë, është goxha mashtrim. Atë thjesht mashtrohesh me pare, kam fjalë, mashtrohesh me çfarë pare për me u mirë me çfarë persona. Tash po im kategorinë e pyetjeve më spicy. Ka. Pyetja parë është, a e mbon mend puthjen tënde të parë, edhe në cilin mosh? Nuk e moj mend. Nuk jemi mirë kështu me marrjen mende. Po. Nuk është që tash unë me to nuk e moj mend rraj. Atë kështu gënjej. Okej. E moj men, është besoj që ti se mon men ose çdo kush. Atë është ajo first kiss edhe cilën mosh? Sa vonet? Veç e moj men. E moj men. A beson në dashurinë në shikim të parë? Po. Okej. Mu më ka ndodhur, për çfarë ti është ta prejta. Okej. Edhe thjesht ajo që më ka ndodhur jam edhe tash. Ta. Si është një takim ideal për ty? Një takim ideal për mu në çfarë aspekt, me partner apo? Po në përgjithësi ose romantik ose më shumë fani? Jo, unë nuk jam tip romantik, nuk quhem jem tip. Absolutisht jo. Thjesht më kon tip për më shumë emocionet fani? Po, atë thjesht nuk aventurë. Thjesht çështu, me i ditë me shi, me dal me pi kafe me mu, edhe vetëm me shtype me keq. Absolutisht thjesht më bën një energji pozitive. Unë jam njeri që domethënë ndikona për energjisë tjetrit. Edhe thjesht ç'kjo më bën mu. Luda, është shumë pejt më duket, atë se të dua zamër, jo me s'farë. A jam këtë rasën fani, që shpo dogna? Po. Media tash, gazetari bën propozim live të ftuarës. Le të shkruaj tash. Cila ka qenë eksperienca jote më e çmendur në një lidhje? Kiti kam çmendur. Kallzova edhe më herët nuk jam tip romantik. Okej. Ka shumë. Ka shumë me një person, nuk ka me 10, apo kupton? Ama nuk ka shumë, nuk kisha dash me cek. Kisha dash me cek, ti janë shumë. Ama ka. A e ke zënë ndonjëherë partnerin duke të tratuar? Vallaj, me thënë drejtën, janë ata përmes telefonit, në shtrat, rrugës, kudo qoftë. Ja kom thonë, po. Thjesht, atë që këraj personi, më shë njëni si, më shë tjetërin, dhe më shë laketë, si që shenë në ato momente? Mësohet njëre. Mësohet, hira porë zë, masanina. Nga, më dush me ditë personi që jetu jetu me të, thjesht, vetë që tu, okej, që kjo është shështo, ndryshon, vazhdo jetë aty. Po, ti mendon që du të më falë tradhia në këtë? Oj, nuk du të më falë tradhia, beso që s'du të më falë tradhia, po, unë jem tip shumë zemra hu, edhe mu, thjesht në po dalë me 3 lafe, edhe menoj që nuk ka që është, po ne kam një të mirë. Për derisa unë ja fali dikuj tradhtin, shpat, unë nesër si qona ja fali të pramshit, nesër unë nuk e diskutoj ato në si tim. Adin, nashta kjo ka ndiku me majtë unë një lidhje, jo vetëm tradhtia, adin, po çdo problem që e ka me partnerin, thjesht munona me ik. Thjesht diskutohet një herë edhe thjesht s'ka nevojë me ucit, vdes ajo tim, edhe a tradhti kum fal. Nuk kom fal me personin që jam, që nuk jam single. Po, kom falë ma herët. Po, qysh është konceptin e bashkëtesës? Varet prej personit. Varet prej lidhjes. Pro bashkëtesës, a jenë këtë rast ti pro? Jem edhe s'jam. Tash ti vetë si mashkull ose si femër, duhet me pas çfarë lidhje ki. A është lidhje toksike, thjesht pak a shumë e shetë, se në çfarë koncepti jemi me çfarë lidhje me çfarë partner, ose me çfarë djalë ose femën, pavarësisht. Jam pro personave që kuptojnë me njëri tjetrin. Jam pro personave që e çojnë mirë me njëri tjetrin, se të paktën ditën e sotit po ndodh çdo sen.
me jetu me një djalë dhe një femën që nuk njihen, kështu që jam pro lidhjeve afatgjate. Jo lidhjeve afatshkurtë, okej, po shkoj për bashkëtej 1 muj, 2 muj, 3 muj edhe that's it, jo. Po cili është mendimi yt për meshkujt kosovar? Sepse shpesh ka lëdime që meshkujt kosovar kanë nisur më bon ka pak si princesha, në anën tjetër femrat kosovare ton kohën kërkojnë që prej meshkujve në këtë rast me ju ble gjona të shtrenjta, nuk punojnë vetë, nuk shkollohen. Si ishe që të dy... Najna popullat që ndikohen prej rrjetet sociale, se ka djemë shumë mirë në Kosovë. Nashta i kena pa një 7-8, dikon në rrjetet sociale që ata vetë janë dalë, ama jo ka shumë djemë mirë Kosova. Faktën ka shumë djemë punëtor. Qëtu në Gilan, najna shumë, ka shumë djemë punëtor të më drejten. Sa i përket pjesës që pjesa e femna pavarur, se a me u trajtu, absolutisht jo, se faktën ti nesër mas nesër që lidhje që i ki me sa të partner mundet me dështu edhe... Eksakt. A mendon që ka mbarua jo koha që moshkulli mo duhet me mbajt femën? Absolutisht. Po ka mbarua dhe ajo koha me ton drejtën që moshkulli me kufizuj femën edhe pse ajo do me punu. Ka mbarua dhe ajo se nashta është edhe problemi që një moshkull toksik që e cika pak ma herët mundet me ndalu një femën që ka pas kogja një eksperiencë madhe me punë në sana me fakultet edhe thjesht ajo mundet me mbet nesër mas nesër kërka. Ju kisha thonë aty në femnave që të paktën nëse keni një profesion, thjesht nëse ty nuk ka nalë 20 vjet asnjë njeri me të nalë dikush për 2-3 vjet është shumë absurde mendoj. Thjesht nuk duhet me u kufizu si femën ti edhe pse e do një person. Tek e mëram ai person, unë mendoj që ai person që ta kupton jetën profesionale në punë, ai thjesht të kupton edhe ty. E di se çfarë është jeta, e di se ç'është me jetu ose me bashkëjetu me dikon. Erza, tash po hym edhe një kategori ma e ronë është e pyetjeve. Në publik një mund që shto për pyetjet ma spicy. Spicy. Po shkojmë këtë pyetja a por pozita jote e preferuar në shtrat? Nale kamera, nale, qaj. Ngëni, shpati e ka po me dome me mdomu. Se kësë jam se këto. Edhe pse pikërisht ajo pozit? Pozita në kradjat. Shahadetin edhe. Okej. A mendon se seksi është më i rëndësishëm se sa emocioni në një lidhje? Nga, seksi është procedurë. Okej. Nevojë. Është nevojë, është procedurë, është ma seks na nuk thjesht gjenero, ku janë tjerë, ta po kupton. Janë një kombinim, një mix i mirë, me thonë. Seksi pa emocion është thjesht nevojë. Seksi me emocion është relation, është emocion. Të deni që është. Kur është hera fundi që ke bërë marrëdhënie seksuale? Ke ka nisë marrë prandera. Qa bone ti? Okej. S'po t'je marrë, a ki marrë më rëti? A kom të një gjë që gjithmonë e ke dashur ta provosh në dhomën e gjumit, por s'ke gëzuar? Po, me dhe s'doan. Se gjithë nuk lojnë me dhe s'doan. Po, me dhe sigare. Okej. Në një lidhje, a je më shumë ti në këtë rast dominante? Dominante. Jam tërë dominante. Jo në jetë jam dominante. Unë jam bricjap, jam Capricorn, edhe Capricornat edhe Luanat shquhen me qenë persona dominant, se unë jam edhe në trafik, more, qofse nuk i te kaloj këtë kjerët, mës me pas kur gjë me dalë vetë, thjesht nuk më knaq. Në lidhje, në familje, në punë, në jetë, qofse unë nuk jam dominante që aty në eci. Nashta që kjo ka pru njëtë që adin unë e thjesht me punu me vetën edhe mës me umbarë prej kërkuj. Dominanca ja me njëtë është nuk kam konfidencje jetësore, nuk kam në i farë me një malësia, absolutisht, thjesht unë jam që kjo jam lindë që shto. Jam lindë me qenë dominante, që kjo i shko gja probleme lidhjeve, se pra me qenë një Luan. Luan atje në gja dominant, thjesht që kjo bëhet lidhje toksike. Amo, mës me dominu në zba. Edhe pyetjen e fundit e pasna, një natë e zjarrt për ty fillon me? Një natë e zjarrt për mu fillon me... Fillon, me pëgjatë sa ne fillon. Nuk e di, i ki të pyetje bre, do me mdash? A me puthja, me seks direkt, a me...
Fillimisht me një dark ose Ai, ku dhe ta ta di. Netflix and chill. Okej. Do me thonë like that. Ëh, Që është të fillon, like, step by step, ka një fiden më procedura. Erza të falenderoj shumë për këtë Edhe intervistë. ako mo? Jo, As unë ka me mua. të vërtetë do kënoqa. Do në vallaj. Diçka që ke bo të pyetja shumë Okej. Pak më ndryshe, a? pak ma ndryshe, shqyqër që ke bo pak ma ndryshe se kishtë dumeron depresion, Po, bre, pasha na për zotin. intervista Doni, vetë jeta jeme, do me thonë është jeta jeme. Po publike njëherë, jena bo si ato lojmet prej dëmëjve të i shokit Po, njëjtë, po. apo kupton? Po. Ti është pëtu pak pytjet mira, njëse që të thonë shumë spajse, ti për djekës. Edhe në Ramazan. Mundesh me ftu ndjeksat me ndjek intervistën, kanalin e Onimes në YouTube. Njerë, mos harroni me po intervistën teme me Shpatin, intervistë spicyja, spicy. Edhe thjesht mi ka bo të pyetje që nona jam, më bë me këshirë këtë video, atë s'ka nevojë. Mos harroni me na ndjek në TikTok, në YouTube apo? Po. Në YouTube, kjo është Facebook, Shpati, Instagram. kjo është i lezetshmi Shpati. Edhe ju duam shumë, e juve që ju kum shoh, nuk ju kum shoh. Edhe me na bo follow në TikTok mua e Erzës, unë tash sfumi komunist ka pak. Po. Ju duam shumë. Ciao.